Pse Petro është kaq e vështirë kene për të bërë një garë mrena partisë si në gjithë botën? Por është posti i kryetarit bashkisë konkret. Pse mrena partisë bëhet një garë se kush do të jetë ai që do të zgjidhë mrena strukturës. Kur je në pushtet edhe je gjatë, nga njerë edhe garat, po themi me votë, kompromentohen nga trafiku i influencës. Pra, ne pam edhe në zgjedhjet e fundit, në zgjedhjet politike, që njerëz jo me shumë histori në PS, ose dhe pa histori po për shkak të pushtetit që kishin në atë moment, morën mandate dhe nuk morën ca të tjerë që kishin më shumë kontribute dhe histori në Partinë Socialiste. Që do të thotë, influenca e pushtetshmërisë është e madhe. Dhe gjykoj një garë brenda një strukture që është në pushtet, do të ishte gjithmonë e kompromentuar. Po do thuash ti cili mund të ishte mekanizmi. Por mua mekanizmi mund të ishte një kombinim, pra një balans mes pushtetit të antarësisë dhe po themi mbikëqyrjes nga lart ose mbikëqyrjes qendrore. Sepse po e marrim në mënyrë teorike. Në qoftë se ti voton në strukturën e partisë në territorin e një bashkie. Shumë qëndrimi që ose pozicioni do mbante kryetari i bashkisë do ishte shumë influent, apo jo? Po. Kushdo qoftë ai. Dhe kjo s'do të thotë që është automatikisht manipulim. Por në momentin që thon tani Ilir Demalia është kryetari i bashkisë, për kë voton? Votoka për Petro Koçin. Domthonë, të gjithë ata që janë vartës të Ilirit, çfarë do bënin do ndikoheshin nga kjo. Prandaj po them që gara nuk do të ishte dot e pastër, pra e mirëfillt e pastër. Kështu që për mua duhet një lloj kombinimi edhe në zgjedhjen e drejtuesve të partisë, por edhe në zgjedhjen e përfaqësuesve të partisë. Rama ka zgjedhur metodën e sondazhit kryesisht. Që do thotë ti kur bën sondazh nuk e bën vetëm brenda partisë, pra vjen dhe një opinion jashtë radhëve të saj, apo jo. Edhe kjo nuk është një metodë e gabuar, automatikisht, por mendoj që duhet kombinuar me një proces edhe po themi më demokratik brenda partisë. Dhe thash, mekanizmi është balanca mes pushtetit të antarësisë dhe pushtetit të deleguarve. Nga ana tjetër duhet hequr dorë nga pushteti absolut i individëve të deleguar dhe duhet ndërtuar, por me vendime nga asambleja, të disa mekanizmave kolegjal